bolshevikizmus. Sigurisht në atë pjesë të teorisë dhe historisë bolshevizmit e sidomos praktikave të të bashkuara dhe me folkun, ose folk bolshevizmit shqiptar nuk njihet dhe nuk mund të njihet kur institucioni i dorëheqjes, institucioni i mbajtjes përgjegjësisë. Në shumë prej partive edhe të sotme, po dhe të këtyre 35 viteve të ashtu quajtur demokraci, pak kanë bërë dorëheqje. Edhe kur e kanë bërë janë rikthyer prapë dhe shembulli par excellence i Sali Berishës. Sigurisht që nuk dua dhe është e lodhshme të merresh gjithmonë me të, po institucioni i dorëheqjes është sigurisht një nga ato institucione që përcaktojnë demokracinë. Përcaktojnë demokracinë edhe njëkohësisht përbëjnë edhe faktin se si mund vazhdohet demokraci. Në momentin që ti ke humbur dhe nuk justifikohesh, bën analizën, gjëja e parë është edhe kur humbet, edhe nëse ka ndodhur diçka që bie fjala në kohën e sotme akuzon se kanë vjedhur, prap nuk mban përgjegjësi, kanë vjedhur votat dhe nuk mban përgjegjësi, kur i ke garantuar që mund të t'i ruaj votat, nuk bën një analizë, nuk e ke bërë në 2013, nuk e ke bërë as në 2021, as në 2019, në asnjë vit, por gjithmonë ke akuzuar të tjerët për humbjen tënde, sigurisht që ti nuk do që të bësh mbajtjen e përgjegjësisë. Dhe kjo është argëimi e sigurt nga ajo parti e cila sigurisht ka qenë partia e parë e njerëzve të tillë, dashuria e tyre politike e parë, ajo partia e 1968-s, ose partia e punës Shqipërisë. Në përgjithësi, e gjithë klasa jonë politike është në këtë lloj veprimi, janë shumë pak ato që kanë bërë dorëheqje. Një për atyre antarëve të partisë punës Shqipërisë që quhet Fatos Nano është i vetmi që dha dorëheqje e nuk u duk më. Mund të marrë qëndrime nga më të ndryshmet, mund të ketë bërë faje nga më të ndryshmet, mund të ketë qenë edhe liberal i jashtëzakonshëm, por ama një diçka e ka bërë në mënyrë normale dhe demokratike. Mbajtjen e përgjegjësisë, së humbjes edhe largimin dhe mos kthimin më. Më kujtohet që nuk e di tjetër ka qenë Sabri Godo në Partinë Republikane dhe sigurisht nuk e ka bërë kur këtë, megjithëse s'ka parti, ai që e ka pasuar mbrapa, i cili akuzohet edhe për shpërthimin e Gërdecit, që sigurisht më së është Fatmir Mediu. Normalisht i fundit që bëri dorëheqje kur e pa që kishte vetëm 500 vota, është Dashamir Shej, sigurisht që ka është munduar të ketë bashkime dhe dalë deputet nëpërmjet Partisë Demokratike, se vetë nuk do të dilte kur, me kodet zgjedhore që kemi pas ne. Por s'pakut sot njeh institucionin e dorëheqjes. As kërkush tjetër nuk e njeh. Janë të rralla faktet, të rralla paktet që bëhen për të zbatuar pikërisht se kjo pastaj jep të drejtën asaj partie cila do qoftë që jo vetëm të rinovohet, jo vetëm të ndrojë elitat, por edhe të krijojë edhe mundësinë e asaj që këta kërkojnë, edhe që është ai i famshëm i rotacion. Po si mund të ketë rotacion kur humbsat janë vazhdimisht në krye? Kur të gjithë ata që ishin vendosur te Partia Demokratike në po themi në listën e sigurt, një kod zgjedhor që e kanë zgjedhur vetë, e kanë propozuar vetë, e kanë aprovuar vetë, bashkë me Partinë Socialiste, vendos njerëz të cilët janë demelhania më e madhe. Çfarë punet ka bërë Vjollca Voksi në fushatë elektorale? Asnjë punë. Çfarë punet ka bërë Josefina Topalli, përveç se ka bredhur kota dhe ka akuzuar që në fillim asnjë lloj pune s'ka bërë. Asnjë lloj pune, Flamur Noka, që është grindur me njerëz kot. Asnjë lloj pune. Asnjë lloj pune, absolutisht Tritan Sheu. Bila ai mund të ketë punuar më tepër Gjirokasa, pa as ai s'ka bërë asnjë punë. E shumë të tjerë që janë vendosur çfarë ka bërë punet kanë bërë ata dy të LSI-s ose Partisë Lirisë, çfarë punet kanë bërë ata? Asnjë lloj pune. Janë demelhania më e madhe në botë. Në këtë rast, domethënë, nuk duan që të mbajnë përgjegjësi. Dhe sigurisht këta nuk njohin as analizë, as mënyrë për të bërë pastaj largimin nga përfajët tyre, në mbajtjet përgjegjësisë dhe nga drejtimi i partisë. Nuk do ta bëjnë kurrë sepse në themel janë bolshevik, stalinist që imitojnë atë kohë. Këty dy rrugë kishe, o do të ishe lart, kush kundërshtonte pastaj, ose do ishe në burg,
sepse sigurisht udhëheqësi për humbje do të akuzonte të shkojë si sabotator ose tradhtar. Këtë mënyrë njohin këta, asnjë lloj mënyre tjetër, dhe këtë e zbatojnë në demokraci. Dhe e bukur është se i thonë, po, kemi edhe demokraci, kemi edhe statut. Ka shkruar 1000 statute dhe nuk zbatojnë asgjë nga ai statut. Dakord, miqtemi. Tjetra që do bisedoja ishte votimi 21-22 e një fol bolsheviku tjetër, nacional majtist i jashtëzakonshëm, prishës i vijueshmërisë së Kosovës në marrëdhënie të mira me Shqipërinë edhe me Perëndimin, që quhet Albin Kurti. Bashkë me të bien e një revolucionari marksist-leninist, gati terrorist, si Gërvalla, Donika Gërvalla, një akuzuese që pështyn për me vëndin që e ka arritur e ka edukuar, që është Shqipëria. Sigurisht e përgrelur nga Enver Hoxha dhe nga gjithë ai aparat klik enveristët asaj kohe, ish jugoslavistë të çmendur, njerëz të ngritur për të shkatruar Kosovën e sotme, vazhdojnë edhe votimin e 21, 22 për një emër, Albulenën. Imagjino në çfarë deregjeje ka rënë Kosova. Imagjinoni se në duart të kujt është Kosova. Kur përsëritet për 21-ën, 22-ën, 23-ën, derisa të plaket Albin Kurti, se ndërkohë qeverinë e ka dhe i bën impas të gjithë vendit edhe demokracisë. Por kjo nuk është vetëm faji i klikës Albinit dhe edhe aleatëve të tij që janë ato Kusari Lila bashkë me këtë Gërvallën. Edhe njerëzit brenda vetëvendosjes, të cilët kanë acaruar marrëdhëniet si me Perëndimin ashtu edhe me Shqipërinë. Kjo është pasojë edhe përçarjes së jashtëzakonshme që ka opozita kosovare, cila ka shumicën dhe nuk do të lidhen kur bashkë. LDK-ja me PDK-n do të lidhen kush bashkë, pra Mushaj Haradinaj dhe të tjerët aty patjetër kanë përçarje të jashtëzakonshme, përderisa nuk mblidhen bashkë një herë të vetme i thonë do të japim fund kësaj tallavaje politike që orkestrohet nga një kokëdhë nacional majtist i shëmtuar që quhet Albin Kurti. Një shkatrues i cili shpall edhe Kosovën si shtetin më demokratik të Ballkanit. Imagjino të çfarë delirit politik është ky njeri i jashtëzakonshëm për nga kokforcia dhe marrëzia e tij politike. Sigurisht i dëmtohet ekonomikisht, sigurisht i është dëmtuar edhe në arenën ndërkombëtare, sigurisht i është dëmtuar në mënyrë të jashtëzakonshme me evropianët e sigurisht edhe me amerikanët. Dhe normalisht dëmtimi më i madh, armiqësia më e madhe, frymja e armiqësisë me Shqipërinë është pastaj vepra më e tmerrshme, më e jashtëzakonshme që mund të ndodhi shqiptar, kufirit shqiptar dhe kufirit midis shqiptarëve. Është intriganti dhe marrëzia e shpikjes kombit kosovar, thënies që nuk na duhet flamuri evropian dhe pastaj sa vjen pushtet çumjes së flamurit të famshëm të Kosovës evropianit, i cili s'ka asnjë kuptim edhe uljes të flamurit shqiptar, të shpikjes një vendi i cili sigurisht normalisht është keq në barazonë Serbinë me Shqipërinë, zbaton urrëtie patologjike kombëtare dhe element të tillë, sepse dhe fjala nuk shkon mirë me, nuk e di, me udhëheqjen politike të Tiranës. Kjo është e jashtëzakonshme. Kur tenton edhe hyn, bën prova për të zgjedhur dhe për të futur partinë e tij edhe në Shqipëri dhe dështon, krijon pastaj edhe urrëtien e jashtëzakonshme. Ku në përgjithësi edhe për turizmin fillojnë e grinin edhe kanë armiqësi. Çfarë mund të presësh më vonë prej një drejtimi të tillë politik në Kosovë? Asgjë përveç se shkatrimit ekonomik dhe shkatrimit diplomatik ndërkombëtar, po dhe politik brenda për brenda. Por të gjitha këto, po e përsëris edhe herë, funksionojnë sepse opozita, DDK, PDK dhe partia e Ramush Haradinajt ose Limajt shkojnë keq me njëri tjetrin. E kjo është fatkeqësi e jashtëzakonshme për Kosovën në përgjithësi, por dhe për Shqipërinë, sepse sigurisht një vend i tillë i cili ka nevojë që të prezantohet edhe të shtojë miq, i zvogëlon ato. E kjo është fatkeqësi e jashtëzakonshme. Dakord, miqtë mi. Miqtë Prizmës, tema e sotme është dy parada
në Tiranë dhe Shkodër. Njëra e sforcuar dhe pa publik si ajo Gay Pride në Tiranë, dhe tjetra një moto show, moto festit e pa sforcuar, natyrore, me shumë publik, me shumë muzik, me shumë birë, me shumë zhurmë, edhe me, sidomos, edhe me shumë njerëz, krejtësisht e pranuar në qytetin verior. Sigurisht një parade e tillë bëhet edhe në Tiranë, dhe sigurisht ka edhe shumë njerëz që e pranojnë dhe që dalin dhe identifikohen me këtë motofesti fantastik. Por çfarë ndryshimi, kush është ndryshimi? Pse? Jemi një popull jo tolerant, që nuk ka shoqëruar atë paradën e famshme të sponsorizuar dhe të organizuar nga OJQ, nga Bashkimi Evropian dhe organizata pa popull, apo me një paradë e cila sigurisht edhe organizohet vetë, ndoshta s'ka dhe fonde, dhe që sigurisht shoqërinë dhe popullin e ka mbrapa. Ky është dallimi. Jemi shoqëri retro, tentojmë mos të refuzojmë përparimin, ku është problemi? Apo është problemi që të gjitha gjërat që sforcohen, që duan patjetër të hyjnë nuk e di, me subvencione, me një sforcim të jashtëzakonshëm, imponim të jashtëzakonshëm, jo vetëm që nuk pranohen nga shoqëria, por në një farë mënyrë e bëjnë shoqërinë pak edhe refraktare. E mora për shembull të dy paradat sepse ishin afër njëra tjetrës. Është një paradë motorristash, me ato xhaketat e zeza, sigurisht nuk identifikohen kur nuk do të identifikohen me paradat homoseksuale, po themi, ose gay, ose trans, ose bi. Dhe sigurisht është një paradë tjetër që marrin fonde të shumta, OJQ që organizojnë, që sigurisht aty ka në 90% njerëzve shumica nuk janë as shqiptar, dhe sigurisht që kanë jo vetëm fonde, po kanë edhe praktika, edhe fjalime, edhe imponime që vijnë nga jashtë dhe nuk janë nga brenda atë, që tentojnë ta bëjnë shoqërinë tonë globaliste, edhe pse ajo nuk ka nevojë të jetë. Ky është edhe problemi, dhe për këtë bërë edhe një shkrim. Dikush mund ta interpretojnë, se zakonisht kështu interpretojnë ta, thonë homofob, nuk jam homofob. Ne i kemi ditur, i kemi pasur gjithmonë ata që janë sjellë si gay, ose kanë pas natyra të tilla si gay, kanë qenë aty në hesapin e tyre, as kërkush nuk i ka persekutuar. Unë vazhdoj të jem me bindjen që tek drejtat e njeriut hyjnë dhe drejtat e gayve, dhe nuk janë surplus të drejta. Nuk mund të bëhen ata herojt edhe shembulli i botës, se nuk mund të jetë e shprehur krenaria e tyre për të ulur devotshmërinë edhe njëkohësisht, si të them tash, naturalizimin, nuk e di se si ta shpjegoj, gjë normale, cila është ajo që nuk është gay. Nuk është arsyeshme që të vënë kontraste të tilla, duhet të jesh të matën dhe siguritë demokratike të lirisë, nëse je gay apo nuk je gay, edhe të privilegjohesh nëse je i tillë. Tash, për këtë kam bërë edhe një shkrim i cili sigurisht do që ta tregoj realisht me mënyrë të qartë, të thjeshtë, se kush ishte kontrasti dhe pse është ky kontrast midis dy paradeve në Tiranë dhe Shkodër. Po jo lexoj. Tirana me paradë gay dhe Shkodra me paradë motorristash, dy skajet e një litari. Në majtë një kontrasti shoqëror e kulturor, Tirana dhe Shkodra afrojnë dy fytyra të ndryshme të Shqipërisë së sotme. Njëra me një paradë të komunitetit LGBT, të mbështetur nga OJQ dhe ambasadat, tjetra me një motofest popullor të natyrshëm dhe të mirëpritur nga komuniteti lokal. Këto dy aktivitete ilustrojnë jo thjesht dallime tematike, por thellësisht kulturore, nga kozmopolitizmi i sforcuar te naturalizmi i përjetuar. Sigurisht motofest pranohet gjërësisht në Tiranë, kjo është e sigurt, dhe unë këtu nuk dua të bëj dallime. Parada gay në Tiranë përfaqëson një përpjekje të qartë për të sjellë diskurs publik temat e barazisë dhe drejtave të njerëzit. Por shpesh kjo bëhet jo përmes pjesëmarrjes masive qytetare, po përmes mobilizimit të OJQ-ve, ambasadave dhe institucioneve ndërkombëtare që paguajnë vazhdimisht për këtë ide dhe për këtë kozmopolitizëm të sforcuar.
Ajo që mungon ndjeshëm është ndjeshmëria e vetë shoqërisë shqiptare ndaj këtij realiteti. Kjo krijon një ndjenjë imponimi nga jashtë, një kozmopolitizëm artificial që nuk rrënjoshet natyrshëm, por prezantohet si përparim. Kjo e vendosëm thojza. Në krahun tjetër, Motofesti i Shkodrës, i gjallë, i zhurmshëm dhe i përqafuar nga komuniteti, është një manifestim i autenticitetit kulturor. Ai nuk kërkon legjitimitet nga jashtë, sepse atë e ka nga brenda, nga pjesëmarrja e lirë, dashamirëse dhe entuziaste e qytetarëve, të cilët e ndjejnë këtë aktivitet si të tyre. Nuk është e nevojshme të shpjegohet pse Motofesti ka sukses, sepse është i natyrshëm, jo i porositur. Kjo përballje vën pa një tension. A mund të krahasohet një manifestim i organizuar, i financuar dhe sforcuar si Gay Parade, ose Gay me një ngjarje që rrjedh vetvetiu nga shpirti i qytetit? A është një shfaqje e të drejtave e suksesshme nëse nuk ka publik që i beson, por vetëm institucione që e financojnë? E nëse pranimi është matësi i suksesit, atëherë Motofesti flet vetë. Në fund, nuk është çështje paragjykimi nga një komuniteti, por e vërtetës dhe autenticitetit që përfaqësojnë këtë ngjarje. Tiranë dhe Shkodra janë dy skajet militari, kulturor. Njëra tërhiqet nga idealet ndërkombëtare, tjetra mban fort lidhet me traditën dhe shijen popullore. Në këtë rast e kam fjalën. Pyetja që mbetet është: kush e përfaqëson më mirë realitetin shqiptar? Zhurma e motorëve apo heshtja e shesheve në një paradë pa publik? Pra, miqtë e mi, ky është edhe diskursi. As pak për të nënvlerësuar, bërë dallime, as pak për të mohuar të drejta të njeriut, as pak, po për të kuptuar që sforcimi, irracionaliteti, imponimi, absolutisht gjithmonë marrin në koshiencën e një shoqërie efektin e kundërt të asaj që duan kur bëhen pikërisht në mënyrë të tillë. Kështu që gjithmonë festa e motoristëve do të jetë e mirëpritur, ndërsa festat e Gay Pride gjithmonë do të jenë financuara, bosh me publik, jo nga turpi, po pse pikërisht nuk janë, nuk dalin, nuk përbëjnë thelbin, tematikën dhe interesat e shoqërisë shqiptare. Dakord, miqtë e mi?